Aty desha dalë. Unë dhe ti njohim shumë nga kolegët tanë të cilët para 5 vite kanë qenë në shtatë number one, sot nuk jo në askund. Njohune jashtëzakonisht shumë para 10 viteve që i kemi taku në shtatën dhe përgjirimet vitit të ri dhe gjitha këto, po sot nuk janë. Kemi shumë numër të madhë të artistëve që dalin maksimum 2-3 vjetë, 2-3 sezona. Sepse harrojnë që publiku të ngrit, po dhe publiku e ka këtë fuqi të ullë poshtë. Mbi 3 vjetë, muj me thonë, mbi 70% të këngëtarëve, artistëve që dalin, vjetojnë nështë 2-3 vjetë në skenë, mas 3 vjetë e 4 vjetë dorëzohen, nga se ka shumë sfida, ka shumë ngarkesa, është e zërshme me mbjetu në këtë treg. Shumë është e vështirë. Mu më vjen keq se shumë artistë mirë mujnë mos me mbjetu, ma ndjena treg i vogël, dhe nësë nuk e gjenë qelësin e duar dhe nuk e kijat vetë besimin, unë kam pas momente gjatë karierës që është zona komplet, mirë po faleminderit Zotit e kom një super iniciativë që kom ato mas barazimit, që edhe kur më duket që s'po muj, atëherë më vjen një inercion jashtëzakonshëm prej brenda, edhe ringritem, nuk e di qysh, atëherë jepi edhe ma shumë, për mos me u dorëzu, edhe kjo ndoshta më ka bo edhe në këtë treg ka shumë vite, do më bëbon s'maj men mo, kur kom njës me këmu. I ke hupë me data po vlesë s'maj men, që kom luftu, po gjithmonë jom mundu me majt një standart të asaj që ka kom ofru të publiku, videoklipeve, kangës shqipe, burimore, me rujt vlerën e kangës shqipe, jo me bastardu, jo me këndur diçka që nuk është e jona,